Problematika jonë, një kja shtyllë që shapi kja gropi këtu, kja penalizan hyrjen tonë në shtëpi. Dhe janë rrëthi 150-200 familje që një këtu përshkohen, me gjallë ka një rrugë hyrë se këtu, një rrugë dali atje, që në 2 gratë nuk mundrojnë 2 makina, është për një makinë. Dhe me thanë, 150 familje, 200 familje, i këtë rrugë që është 3 metra e lejtë sëtë, të fillu tek shtylla. Deri te muri i këtij zotnis, me vullë i shtyllë 35-40 cm gjanë, që është shtylla e tensionit, dhe me thanë të me 2,70. Problemi është një zjarëm, pora zjarë, pora një urgjensë, një tu, 2,70 m, një zjarë fikse, një ambulancë, këtë nuk mund t'hinë ma. Po të keqen që këtu a burim aksidentit. Këtu dalin gra, familjarë në punë, fëmijë që shkojnë në shkolla, në bicikleta. Dhe me thanë që në gjdo moment që një tu, kaler një, unë ku do me hinë shpiteme, do të nale mon, ose do të ullin atë. Të shme ngushtu edhe këte, dhe me thanë, rreziku i aksidenteve, blokimi i tana mënyreve të lirive që mund ketë nevojë një person. A janë ku? Kam janë ku, me fjallë. Kam lajmëru policinë bashkjake, shefin e policisë bashkjake, ja kam njës gjitha me foto, me fjallë, më ka njës grupin e inspektimit për me verifiku ashtë, me fjallë, faktike që ashtë të hesh. Nga që ishte e ditë e shtune, a i më thëtë ditën e hane nade, me fjallë do të vazhdojnë me fjallë verifikimet. Qyshte ka dastra, kush i ka dhonë leje, në rase e ka të me leje, se nuk e dina, me fjallë, punimet janë dupa privat, a ka me leje, a se ka me leje, nuk e dina. Për këte e verifikan policia bashkjake. Kam shku të zjarë fikset. Kam shku të zjarë fikset hanen po njës në 8 sahati. Normal, ata komunikojnë edhe me policinë e shtetit, me arë me verifiku në vend, me gjallë. Nuk jam të u folë, as për veti, për i gjatë personale, po jam të u folë, me gjallë që atu blogu një rrugë hyrëse, me gjallë, ku izolën tonë komunitetin që jetoj të janë rreth 9 pallate, 20 shtëpia private, dhe me thënë, edhe kanë 2 rrugë hyrjet. Një këtë që është vetëm 3 metra, edhe tjetra tek kopshti të Malim Hilli, që po aty shmundrojnë 2 makina me hi me dalë, do të preshin njëna tjetër. Sa familje mund t'jelë? Tu më rreth 150 dhe 200 familje. Janë 9 pallate, me gjallë, du fillu 4-5 katëshe, e 9-7 që i 2 katë, plus rrëth 20 për shtëpia private. Jo më Fabian Shekerku, banori soj lojë soj rrugit. Kur kena orë, e kena lojë na. Kam lojë edhe 1 metër aty për hajrot, me kalu njerëzit kam mësuar, ta vjen një shëletriku, dhe me vu shtylla 40 shkon rrugit se 2 metër e 30. Ku hin ambulanca, ku hin zjarë fikse, ku hin me rëllot plashit ose me rëmajt makinet. Jena familjar. Na shofin gjenë zgjillje tjetër, se tu ka nërë gabim. Ka një rrugis për 200 familjesh, nuk ka rrugë tjetër veç të Malim Hilli, e la dës në rrën makinat, se parkohen. Nuk jam mas mu vu shtylla, po shtylla vend, kretë vend, ku dhe me qunë shpejt vedej. A nej, i ka s'kisha, ju luthem mas të minin qëtë, dhe të lejmërojmë polisin e Lozjes, drejtorin e rajonit, zjarë fiksen, edhe të vine marrët me këtë njështim rrugët, ku shkoa leje, a që ka i shef i një shëletrikut, dirigent. A se shka po